Reagon miku i ngushtë i Valbonës pas debatit me Laertin i pabeskje që i bëri jas ju shprehi. Mbrëmjen e prajmit të fundit ku gjatë spektaklit të Big Brother VIP një moment i veçantë u zhvillua mes Laertit e Valbonës, teksa dyshja që deri më atëherë kishin luajtur si një lojtar i vetëm, u vunë përballë një zgjedhje të rëndë nga vëllai i madh. Ata u pyetën nëse dëshironin të vazhdonin lojën së bashku apo të ndaheshin me pasojë që njëri prej tyre të eliminohej në një televotim kokë me kokë. Valbona vendosi të qëndronte si dyshe duke argumentuar se dëshironte që ta kishte Laertin në shtëpi dhe nuk dëshironte kurrë një televotim kokë me kokë me të, teksa nga ana tjetër Laerti zgjodhi të ndahej, duke theksuar se Valbona është një lojtare më e fortë që mund ta përballojë garën vetëm. Por ky moment duket se nuk i ka pëlqyer as pak mikut të Valbonës, i cili ka reaguar teksa është folur për këtë situatë me një mesazh duke u shprehur pakënaqësinë e tij në lidhje me vendimin e Laertit, teksa shprehej: Laert Vasili nuk ka pasur kurrë dashuri dhe ky term është shumë larg Laertit, por nuk ka pasur kurrë as simpati, as mirënjohje, as respekt, as vlerësim dhe nuk ka pasur asnjë farë lloj kimie me Valbonën, sepse e kundërta duhet të kishte ndodhur gjatë mbrëmjes së dieshme. Laerti kishte mundësi të vazhdonte pikërisht atë bashkëpunim, atë dyshe ku në një moment të dytë të dy mund të gjenin formën e të përshtatjen për të ndarë. Ky ishte një babëzith dhe nuk ishte një diskutim i mirëmenduar në mes të dyve, kështu që Laerti tregoi që nuk është në gjendje të menaxhojë situatën ashtu sikurse duhet, vendim i gabuar, hipokrizi dhe nuk është fare vërtet ashtu siç u shpreh. Me këtë vendim, Laerti rrezikon që në prajmin e radhës të mos jetë më në shtëpinë e Big Brother, përfundoi ai. Teksa pak orë para prajmit, kur sipas të gjithë sondazheve pritet që Valbona të eliminohet, kjo e fundit i ka shkuar deri në prekje fizike Laertit e madje i ka përmendur edhe baban e ndjerë, teksa është shprehur se nuk doja fal kurrë këtë pabesi nga ana e tij.